Kinematografia në zi ndahet nga jeta në moshën 75 vjeçare aktori Elbasanës Eduard Çalla. Elbasani është zgjuar këtë të diel me lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të një prej figurave të shquara të artit skenik dhe kinematografik shqiptar, aktorit dhe regjisorit të njohur Eduard Çalla. Ai u shua në moshën 75 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe kulturore për qytetin e tij të lindjes dhe për gjithë artdashësit shqiptar. Eduard Çalla lindi më 19 shtator 1950 në Elbasan, ku kreu edhe arsimin fillor dhe të mesëm në shkollën Jeronin Derrada. Edhe pse nuk e pati mundësinë të studioj për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve, ai ndoqi studimet e larta në Institutin Pedagogjik Aleksandër Xhuvani për gjuhë letërsi. Dashuria për teatrin dhe skenën do të shfaqej që në bangat e shkollës së mesme, kur interpretoi në komedinë Udha e Zavalinëve, një pjesë që la gjurmë në jetën e tij artistike. Në vitin 1971, Çalla u bë pjesë e trupës profesioniste të teatrit Skampa në Elbasan, ku gjatë dekadave të punës së tij interpretoi në mbi 50 shfaqje teatrore. Roli i tij në teatr u karakterizua nga një gamë e gjerë interpretimesh, duke kaluar nga rolet kryesore te ato dytësore dhe episodike, gjithmonë me një përkushtim dhe profesionalizëm të veçantë. Përveç teatrit, Eduard Çalla kontribuoi edhe në kinematografinë shqiptare. Ai u angazhua në role dytësore dhe episodike në disa filma artistik ku spikati me interpretimet e tij të natyrshme dhe të kujdesshme. Ndër filmat më të njohur ku ai ka marrë pjesë përmendem Përtej mureve të gurta, ku interpretoi rolin e kuestorit italian, Një natë nëntori, Partizani vogël Velo, si komisari Pranver e hidhur, Një jetë më shumë, Kronikë e atyre viteve, Tre veta ka përsejnë malin dhe Ngjyrat e moshës në vitin 1990.